kamle shunavne taj dikhavne radioneske Romano Avazo. Shukarale na no dujtu emisija e projekteski Romano Avazo, monitoripe e Kosovaka strategijako, taj e aksionono planesko ano Prizren, kosto financirimo kotar Evropaki Unija, piko dendo kotor Birni, nezavisna TV mreža, taj koncilije hramime me djengo ani Kosova, implementingola kotare birepkani organizacija Durmish Aslano, respektiviteteja kotare redakcija e radioneski Romano Avazo. Lugjara o investigativuno rodlaripe, taj jurnalizmo, federal o implementipe strategijako vašo avansipe romane taj ashka ljune komitetjenge haka engo ani Kosova vašo besha 2022 taj 2027 taj prizronsko aksiono plani 2025 2028. A kaja ver intervistinge me osebeske ambasadore e rajo Gerard MC Gërk, e rajo Islam Elshani kosto oficeri vaš o komitetja taj ranipeani prizonski komuna, taj ke dromestov koordinatori e aksionalne koncilesko vaš o prizronsko aksiono plani, taj o rajo Osman Osmani kojtov direktori birepkan organizacijako nevo koncepti, koja dengja kontributjano kreiripe strategijako, taj e prizronske aksiono planovsko. Vaš majbuderi shuni taj dikheni mere puqipja, taj o intervistime gjenenge personalitetjenge respondipja. Dear Ambassador, thank you very much for you coming in Radio Romano Avazo and to make one emission with us. Thank you for allowing me to come and talk to you today. It's a pleasure for me to be here. How does the OSCE mission in Kosovo with the current situation of Roma, Ashkali and Egyptians communities in terms of equal rights and opportunities? Yeah, again, a very good question. And again, it's an area of work that the OSCE mission in Kosovo has been working with the Kosovo, Roma, Kosovo, Ashkali and Kosovo Egyptian communities for a number of years on. I think starting with the positive, I think it's good that there are strategies and there are action plans that'll connect the central government with the municipal work that goes on. I think it's good that there are strong civil society working relationships to bring to life those strategies and that they are there to help bring a stronger level of inclusion for those communities. So I think that is a very positive step forward for us. And I think being able to continue to raise awareness, coming on stations just like this to talk about these issues are very, very important. So I think on one level, that's a positive. The challenges remain though, and I think they are well established in terms of discrimination, poverty, education, and complete education, but also the financial context that I think everyone is now having to manage. They are really difficult and challenging. So I think whilst on one hand, we've made some progress, there's still a long way to go. And I do hope the OSCE can continue to work with our partners, just as yourselves, with our municipal partners and central government to see what we can do to help. What are the most pressing issues you see when it comes to ensuring fair access to education and employment and public services for Roma communities? Yeah, you're right. I think there's a number of different factors that come together when it comes to the empowerment of the Roma community as well. So I think definitely poverty and discrimination and education dropout continue to be issues that continue to have a strong influence on the Roma community as well. Irregular attendance, school dropouts, and access to preschool and secondary education as well. But I do think collaboration between the schools, the parents, I think is vital. I think the communities play a really strong role in this area. Ministries, municipalities and civil society, I think bringing all of those parties together is really important to provide a sustainable pathway for all of the communities and all of the people in those communities to have a stronger opportunities to be able to progress and achieve what they maybe want from their lives. And the Kosovo government has adopted strategies for inclusion of Roma and Ashkali communities. From the OSCE perspective, how well are these strategies being implemented in the ground? So as I said at the beginning, it's positive that these strategies are in place, and certainly we do a lot of active monitoring of these strategies as well. So our monitoring shows there are about 21 municipalities in Kosovo who are implementing the strategy, which is positive. They have established municipal action committees,
and we have 9 approved local action plans. So again, that's a start. I would like to see more, and certainly that's something that we'll be trying to do more of as well. I think the big issue appears to be, based on the data, is around communication. So communication between government and the municipalities. So it feels like there might not be enough reporting centrally for the central authorities to understand what is being done and what is going on, which maybe increases the perception that the strategy is not being fulfilled. And that might be the case in some instances, but I think it's important that we have a complete picture. So I think overall, that's where I think we might be trying to do a lot more work as we move into 2026. Thank you very much. For us, it's a privilege to have you in our studio in Radio Romano Vaso, only the unique local radio station. Thank you very much for having me here today. Përshëndetje Zotri Islam. Faleminderit që e pranut intervistën e juaj për më kom pjesë në Radio Romano Vaso. Kështu si pyetja e parë e jemi është cilat janë arsyet kryesore që kanë shkaktuar vonesat në miratimin dhe zbatimin e planit lokal të veprimit për komunitetin Roma Shkali dhe Egjiptian. Paraprakisht ju falenderojnë për ftesën edhe për ardhin e juaj që keni bërë në zyrën komunale për komunitetet dhe kthim për ta bërë një intervistë në lidhje me planin aksional të veprimit. Sa i përket pyetjes parë, cilat janë ato vonesa, ne kemi pas planin aksional veprimit periudhën 2019-2023, e cila ka shkadu në vitin 2023, kështu që prej vitit 2023 deri në vitin 2024 ka pas stagnim. Sa i përket asaj për me fillu hartimin apo plotësim ndryshimin e planit aksional veprimit për periudhën 2025-2028, kështu që në lidhje me këtë është mbajtur edhe një punë të ri në Durrës, ku kanë marrë pjesë të thotë edhe përfaqësues apo pjesëmarrësit, apo më mirë të themi të gjitha ato persona të cilët inkorporohen në një farë mënyre në planin aksional të veprimit, janë drejtoritë përkatëse, kanë qenë pjesëmarrëse nga drejtoritë përkatëse, nga shoqëria civile, nga OSB-ja e kështu me radhë. Kështu nëse flasim për financimin e planit, a është parashikuar financimi i veçantë për implementimin e këtij planit lokal të veprimit dhe nëse po, nga cilat burimet janë përfaqësuar? Shikoni, tani ne në lidhje me buxhetimin, ku ka qenë brenga kryesore, domethënë e Komitetit Komunal Veprus, ku si koordinator jam unë, kjo ka qenë breng edhe në planet aksionale të kaluara, por kësaj radhe duke i shfaqur në brengat edhe si komunitet, edhe si Komitet Komunal Veprus, edhe si shoqëri civile, që vjen nga Komuniteti Roma Shkali Egjiptian, në debatin publik dhe në Komitetin për Politikë dhe Financa, por edhe në Asamblen Komunale, janë zotuar, domethënë zyrtarët e Drejtorisë për Ekonomi dhe Financa, dhe personalisht drejtori i kësaj drejtorie është zotu që plani aksional i veprimit këtë vit do të buxhetohet, edhe shpresojmë që do t'jetë kjo një gjë e vërtet. Unë për veti nuk dyshoj, edhe po presim me fillu implementimin. Vitin 2026, kuptohemi. 2026, po, patjetër. Që burimi i cili është parashikuar për financimin e këtij apo për buxhetimin e këtij planit aksional veprimit për periudhën 2025-2028 do të jetë, domethënë, zyra e kryetarit, do të jetë buxhetuar nga zyra e kryetarit, edhe ato nga subvencionet. Si po koordinohet puna mes aktorëve të ndryshëm për të siguruar zbatimin e planit lokal të veprimit? E tash do t'ju tregoj se deri më tani në komunën e Prizrenit kanë qenë fushatat ku janë bërë zgjidhjet në nivelin lokal, por me njëherë pas zgjidhjeve lokale, domethënë unë si koordinator për
koordinator i Komitetit Komunal Veprus, do thot KKV-s, do të organizoj një mbledhje me të gjithë anëtarët e këtij Komiteti Komunal Veprus dhe do të kërkojmë të i vizitojmë të gjitha drejtoritë të cilat inkorporohen në Planin Aksional Veprumit, edhe nga të gjithë drejtorët do të kërkojmë një të themi kështu një koordinator ta delegoj drejtori i drejtorisë përkatëse një koordinator i cili do të mirret me Planin Aksional Veprimit, ku na si Komitet Komunal Veprus të kemi punë vetëm me një person. Edhe ai person të jetë në rjedha, se çka po bëhet tek po bëhet këtë. Do të thonë, kuadër që asaj drejtorisë ai të jetë alfa edhe omega, të jetë në rjedha edhe të di se çka po punohet në lidhje me implementimin dhe zbatimin e Planit Aksional Veprimit për gjithë përfshirjen e komuniteteve Roma, Ashkali, Egjiptian në Komunën e Pezhenit. Edhe këtë po shpresojmë që tash e kemi edhe baletazhin, po shpresojmë që si të formohet qeveria e re, atëherë më një herë me dal me anëtarët e Komitetit Komunal Veprus, të vizitojmë drejtoritë, të marrim emrat e atyre personave të cilët do të delegohen nga ana atyre drejtorive, edhe do të fillojmë me punën e më të tjeshme, me hapin e radhës. Cilat janë sfidat kryesore me të cilën po përballet Këshilli Veprus dhe si po adresohen ato? Unë nga përvoja po i them që sfidat më të mëdha deri më tani kanë qenë, domethënë, koordinimi i drejtorive me Komitetin Komunal Veprus. Koordinimi. Që ato kemi pas problem, të marrë parasysh që secila drejtori në bazë të Planit Aksional Veprimit ajo duhet të punoj, duhet të raportoj, edhe ato raportet të gjitha, domethënë, duhet të i drejtojmë na në nivelin më të lartë, por edhe të njoftojmë kryetarin e komunës, i cili duhet të di se çka po ndodh në lidhje me implementimin e Planit Aksional Veprimit. A kjera vašo stagnipet taj o godornipet. Tu mislim kotore grupako kaj krejeringia se denga kontributja një strategija vašo avancipe, ka jengo vašo romane komitetet hashkalije. Pje e ka në plani akciona unë e komunake prizionska komunako. Sasaj peja o implementipa në tereni pëhena kaj nadikjola nisar. Kolla situn mashkarutumar godinipe, kolla situn ose bepja, mahatne se bepja kale stagniri paske, taj ko manglabet e adikjerëll godornipe vashakava në nipe e konkretune rezultatjen. Me se kana individje romane komunitetesko si majsta testa pando gatisaripe kale dokumentesko, numai akava dokumenti ni anglo akava ke tisardilo e strategija vaš o romana komuniteti ani komuna Prizrenovski, dengja disave instrukcije se sar manlape initi pira kargilu procesi e monitori pasko, taj e evalu pasko. Vaš bi vakt ministrija vašo e administracija, lokalunija administracija, dengja zorali instrukcije numai meko bas ima informacije ini ano javer komune, ini amara komunate ošerutno kalabukjako, grupako si to ošerutno komunako. Ov džanaka si to astardo, ema tikote kaj delegingja e manušen, nade delegingja ano adekvatuno dron, saske manuša kola kaj malapsinte len papeste, vaš bi bakt ano doa anglune bešende sine but politikune problemi. Maškaro partije, politikune partije e komunake Prizrenovske, averingione sine o manuša kola kaj na džanene kaj sinolen obligacija te len papeste e implementipe strategijako, taj ini o monitorishipe, ini o evaluipe. Amensar civiluna malipe ini sarkoto e grupako vaš KKV, komunaki grupa vaš monitorishipe ta evaluipe e strategijako, kegema avokacije ko direktorijate, kava momenti o šerutne komunako dengja mandati e direktorijateske vaš socijaluno pučipe,
Ваште пиракаровкава процесите фасилитино, numai mothagim ka isine disa politikune probleme mashkarolende, msako ja ver ka vashakava periula trin shtar beshuni, trin gjene, shtar gjene averisali ani poziție sar directorii socialuna Pucipia, ka isinamen amen sar grupa, ini sar comuniteti po starti već problemi să skenalele po consideripe po seriozno realizacija. Oduito sine kaj inike sine to angluno dokumenti inika posluno aprovime kotare asamblea komunaki nijek beš, nijek fer, nijek direktoriati na ulagja budžeti vaš implementacija akale dokumenteski. Palo aprovi pe akale dokumentengjo. Sinemi dek seriozuno angažipe vaš ketana butikiripe maskari komuna institucije, centralne institucije, taj lokalne organizacije. Ja se sač godea čilo sadaj anolid vašo sebepi volontersko te pena taj na koordini pasko kotaro institucije. Ja, vibak to dova sole pargim, pobut čilo samo polil hramimo, a ma ni realiza. I nikaj te dikranka po ave drom. Direktoriati kulturako ulagja disave fondja. Ema na ulagja oljen vaš implementacija strategija ki ne ukharipe vaš projekti. Subvencije ulabdile. Direktoriati vašo saslaripe. I njon putarde disave haripja, vaš disave segmentja saro kanceri, saro mamografi, sasli paske, vakcinipe, ema na strategijako. Demek, doa fondi te ulagio vaše romano komuniteti, hem te dengel vaše implementacija. Dova deja koordinacija vlamange sinete but tikni, ja stepena hična sine koordinacija maškaro institucije, komunake prizenoske, makaljeske, kava rezultilna demek kale problemija kaj amenge avla kaj strategija na hiko i sali. Vašo drom, vašo avutnipe, kaj esto se ga nekaj rekomandipe te mangatumenda, te snege kove lekša i pe te kjeren impakt jano ri starti pe proces tesko. Koda do te kao ovim snetu mare trinte penav akcije, mai urgentiune, kaj manglabe telenon vašte i rangjol, kaj ake strategija kaj akala plajna no realiteti te oven čalavde, vašo romano komiteti, aškalija komiteti, ano prezident Hani Kosova, mangate kerek inije komparacija, vašo avutne informacije, kaj veća kana strategija, nacionalna strategija Gorisali, me klako validiteti gelo, a kana već kergjola buti vašte ovo nevi, Dikaj, amen se gana prizenoski komuna, kana aprovisarja mare strategija, mare plani, akomodacija enakla strategija. Enakla strategija. Pa me gândinam că cheia ver, cheia mi-e pozorali avocația, ca și instituțienge, cotaro localul niveli, am gândinam că Olafi cotaro directoriati vașo finanție, tai o pico de ipe, Siole je gândinava că ca cu 2007 beš, ca de la mi je zorali pico de ipe vaš disave kotora strategija ke vaš te reslu pe je integrație. Popale cava drom penava că amensar civilunu amalipe mai angle bibakt, vaš bibakt nanamen geno kotaro romano komuniteti ane asamblea. Ova možinle si ne bud pozoralo te avo cirino, taj te avo GP realizacija politikengi, numai. Amen si amen manuša kola sitom po centralunu niveli, mangla pe olența te kera e koalicija, taj o institucije po centralunu niveli, kola siton obligime vašu implementacije sar ofisi vaš lačo guvernipe, ministrija vašu administracija, lokalna administracija, to je javer panandajk institucija koja si to semni,
te che rodi expressia karshi komunaki Prizrenovski kaj sjellin obligipe karshi institucijonge po centralno niveli. Kam le të respektune shunavne taj dikhavne, ani aka emisija men tovgjam dudi pale mano puqipe vaše strategija vašo avansipe aka engo eromengo taj e ashkalienge komunitetiengo ani Kosova, i kalipe e çant kobar taj sar implementingjola ani praktika ani sah Kosova taj ani Prizrenovski komuna, akava publikuno dokumenti. Mashkaro respondipja i klola kaj lele nesave mahatne bajakja, numai pandara çona seriozune svide vašo implementipe, koordinipe taj direktuno inkludipe e komunitetiengo ani decizia lei paski procesja. Gjika jameno medje taj udizutne simen mahatni rola, te informina te adikera institucien godorne taj te roda kaj o publikune politike te i rangion taj te transformingion ano avansipe vaš o realuno gjivdipe. Oven sa steso sineamensar peshunipe pedikipe.